Në kuadër të stërvitjes Defender Europe 21, trupat shqiptar të batalionit të 2 të Këmbësorisë janë dislokuar në Bizë, nën komandën e brigadës së 53 amerikane. Përveç testimit të aftësive dislokuese, qëllimi i batalionit të 2 të Këmbësorisë është edhe rritja e ndërveprueshmërisë me trupat aleatë. Shpërndarja e sotme e në reparteve ndarë sipas zonës 03 të Kënjikën. Atëherë, patrulla sipas urdhit që komunikova, kaloni nëpër mjetet. Jam në Kornel Dritan Muka, jam komandanti i batalionit të 2 të Këmbësorisë të forcës toksore. Detyra kryesore që bataljoni do ketë gjatë stërvitjes Defender Europe 21 është testimi i kapaciteteve dislokuese që ka batalioni. Finalizimi i stërvitjes do jetë qitje me të gjitha armët organike në të cilat ka bataljoni në përmbledhje. Batalioni 2 i Këmbësorisë do t'jeti dislokuar në Bizë për një periudhë 1 mujore, gjatë së cilës do të zhvillojë stërvitje kompaktësuese në nivel toge, kompanie dhe batalioni, duke realizuar qitje me të gjitha armët e Këmbësorisë. Një i plagosur. Po, ju kuptova.